popullsia ka rënë. Tani. Është shtuar në rrethina fshatra, por tek ajo 54 km katror që ka qenë bashkinë para 2014. Pak më parë ju tha që njerëzit po zhvendrosen drejt Ulësirës Perëndimore dhe drejt Tiranës. A thatë ju? Po të refermoj. Jo, po ju citoj ju. Po absolutisht po. Po, patjetër më ka lëvizjet popullsisë, të cilët vinë edhe në Tiranë. Patjetër. Një sekond. Të po them. Në atë hapësirë që ka qenë bashki deri. Unë po them diçka që ja thatë ju. Është shtuar numri i popullsisë në pjesë Ulësirës Perëndimore në territorin e bashkisë së Edi Ramës. Edhe Lulzim Basha. Tirana është qëllimi kryesor i gjithë popullsia. Në datën 30 popullsia ka rënë. Unë ju referova ju që është shtuar numri i popullsisë. Tha që popullsia po zhvendosë drejt qendrave. Kush është qëllimi më i madh për të zhvendosur? Është Tirana, është kryeqyteti. Zhvendosje dhe rritje. Janë dy gjëra ndryshme. Po ti kur zhvendosesh edhe rritet? Jo, Shqipëria është zhvendosur dhe nuk ka rritur. Nëse ti do të argumentosh në atë mënyrë patjetër më Por pjesa e zhvendosjes. Po unë po bëj një koment. Në atë që po jo faktet, s'mund të deformosh. Ti kujt ju referove që faktet censusit? Po censusit. Po censusit që për vetë, zyrtar. Dalimi tek çështja që do diskutojmë. Po censusit pak për numrat. Popullsia në Tiranë është rritur apo nuk është rritur? Në Tiranë është rritur apo nuk rritet çdo ditë? Për kundrejt kujt? Përkundrejt kujt? Përkundrejt banorëve, numrit banorëve. Jo, po ka krahasoni se 2014, një pyetje. Bashkia me 50 kilometra katror. Po të bëj Edi Ramës. Ti mendon që është rritur? Ka rënë popullsia. A është ti mendon që është rritur apo është ulur numri i popullsisë Tiranë? Personalisht ju. Popullsia, numri i popullsisë. Po t'ja përgjigjen, unë s'ja përgjigj ti. Mund t'ja përgjigjen e pyetës bën ti. Jo, unë bëj një pyetje ti e përgjigjesh që do ti unë vazhdoj për prapë këtë pyetje. Jo, pa të përgjigje. 54 kilometra katror sa ka qenë bashkia e Lulzim Bashës, Edi Ramës, Brojkës, e Kelmenit e ku ditë me radhë, nuk është rritur popullsia, ka rënë. Në bashkinë e krijuar 2014 e tutje, me reformën, ka një rritje sepse vjen kryesisht prej fshatrave dhe zonave periferike. Okej, ngelemi te pyetja që do bëj. Qyteti mini bashkive, ku ka kaluar Edi Rama, Lulzim Basha, Fati i Veliaj përcaktohet në seancën e datës 30. Të lutem. Se jemi në minutat e fundit të emisionit se po devijojmë. I mandatit të Erion Veliaj. Në 31, në 31 tetor. Përse Partia Socialiste nuk po e respekton gjykatën kushtetuese, të dëgjoj çdo thotë gjykata kushtetuese dhe pastaj të dalë në terren të punoj për zgjedhje. Po sepse jeni në terren duke punuar. Jo, nuk e pret. Çdo subjekt politik, pra të tre subjektet politike që do marrin pjesë pak në lëvizje bashkë, Partia Demokratike dhe Partia Socialiste. Se çfarë do të ndodhë? Po paracaktojmë ti mendon për dy skenare, çdo subjekt politik përgatitet për dy skenare. Nëse ka zgjedhje, pra nëse gjykata kushtetuese vendos që është një vendim i drejtë i Këshillit Bashkiak dhe nëse nuk vendos që nuk është i drejtë, pra ti përgatitesh për dy skenare. Edhe Partia Demokratike është fushat, edhe lëvizja bashkë. Po besoj, doktor, a çdo subjekt politika duhet përgatitet për dy skenare? Përfundoje, pastaj nëse s'ka, pra nuk ka asgjë të keqe në këtë mes, që secila prej këtyre të shpalosin. Tani kandidatët janë publikisht njohur secili prej tyre dhe patjetër që organizojnë takime, flasin me grupe interesi, flasin me qytetarët dhe këtu s'ka asgjë të keqe, pra. Në sensin që do ishte e kënaqur Partia Socialiste të rikthehej sërish në detyrë. Flas dot në emër të Partisë Socialiste, as nuk mund të shprehem dot në emër të Partisë Socialiste. Unë mendoj që Tirana ka nevojë që t'i jepet një drejtim, t'i jepet një zgjidhje dhe mendoj që shpresoj. Shpresoni çfarë të ndodh në datën 31. Unë mendoj që gjykata kushtetuese duhet t'i jap drejt Këshillit Bashkiak për atë vendim që ka marrë. Kështu që Tirana ka nevojë, pastaj secili ka ato përgjegjësitë e veta në sensin raport me drejtësi. Unë i uroj që t'ja dalë me sukses asaj çështje që ka me drejtësinë zoti Veliaj dhe patjetër që Bashkia e Tiranës ka nevojë edhe për një zgjidhje e cila duhet t'i jepet me vendimin e gjykatës kushtetuese, që në konveshtrimin tim duhet të jetë një vendim që duhet lërë në fuqi vendimin e Këshillit Bashkiak. Garoni dhe ju. Ndërsa unë uroj që Erion Veliaj të rrinë në burg dhe nga burgu mundësisht të bëhet bashkëpunëtor i drejtësisë në mënyrë që t'i shërbej qytetarëve të Tiranës, këtë e kam thënë duket edhe më parë në studion tuaj. Megjithatë, unë e ngrita si shqetësim edhe në kuvend faktin që këtu duket sikur ata të cilët janë në burg, le të themi eksponent politik nga Partia Socialiste, e mbajnë gojën mbyllur dhe i vetmi që ja doli ta arratisej, flet, denoncon, bën, duket sikur ata që shkojnë në burg kanë më shumë frikë nga hakmarrja e Edi Ramës se sa nga vetë sistemi i drejtësisë. Po shiko, ka dhe diçka tjetër, nëse për shembull Erion Veliaj. Me këtë po rekomandoni që ti kënë të arratisë. Dhe këtu vim prapë të spagun. Nëse Erion Veliaj
do kishte akuza për inceneratorin, gjasat që ai të bëjë bashkëpunëtori drejtësisë do ishin më të mëdha, sepse do kishte këtë denonconte, do kishte shumë vite për t'i hequr, le të themi, dënimin e tij. Megjithatë, asnjëherë s'është vonë, unë e kam thënë edhe tjetër që prova e maturisë së sistemit të drejtësisë janë pikërisht bashkëpunëtorë në drejtësi, domethënë. Kur arrin momenti për të gjykuar dhe i bëjnë një të mirë, le të themi, i vendit. Do më lesh vetëm një ndërhyrje të vogël. Të vogël para se ta mbyllim aulon. Ne do presim gjykatën kushtetuese. Unë s'jam jurist, nuk jam konstitucionalist, presim gjykatën kushtetuese. Ne kemi vepru konform ligjit 139/2015, kushtetuta prevalon është më lart, gjykon gjykata kushtetuese. Kaq kisha për këtë pjesë. Por ajo që më shqetëson është që edhe drejtuesi i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Tauland Balla, edhe sekretari i përgjithshëm Partisë Socialiste, Blendi Klosi, dolën dhe tha do ketë zgjedhje, thanë publikisht, thanë mediatikisht, me 14 dhjetor. Pra, ato paracaktuan edhe vendimin e gjykatës kushtetuese, paracaktuan dhe dekretin e presidentit se kur do jetë. Pra, këta që kanë mbi kushtetut, mbi gjykatë kushtetuese, mbi presidencë, a do ta hedhin poshtat kushtetut, ta heqin fare, kote mbajnë. Nje se shprehin një opinion. Sepse nuk funksionon ato janë figurat më të larta të Partisë Socialiste, drejtuesi i grupit parlamentar dhe sekretari i përgjithshëm. Ka drejt shpreh opinionin e tij. Ai është qëndrim politik, kurse për pjesën bëu gati, puno etj. Absolutisht po më. Nuk ka diskutim për atë. Por që të shprehësh ti përpara gjykatës kushtetuese dhe përpara president, dikush mund thotë, ndoshta është ndikim. A mund t'ja lejmë neve këtë? Po ndikon, se ne kemi parë se si ndikojnë, apo jo? Mund kishim dhe një 4-4, ndoshta nga gjykata kushtetuese. Ne këto do presim, 31 tetori erdhi në fund të premten është. Shiko, për ta mbyllur atë. Unë vrej një lloj hipokrizie së pari nga njerëzit që ka ushqyer Erion Velie, njerëz eksponent që i ka prodhuar Erion Velie, edhe deri dje ishin manaret e Erionit. Sot thot, shiko, ne nuk jemi njerëzit e Erionit, ne ishim me Partinë Socialiste. Kjo do më thënë ka arrit kulmin e saj edhe me atë votimin që u bë atje. Shiko, një njeriu mund t'i rish edhe me dom, deri në fund, pavarësisht se si do shkojë karriera politike. Kjo ndodh në një parti që s'ka dinjitet për mendimin tim, edhe ka individ sektuar. Gjithsesi, unë kam qenë një nga ata njerëz që i kam bërë thirrje Erion Velis që duhet flasi. Duhet flas për Edi Ramën. Do më thëmë të padis Edi Ramën. A dini që ka ndodhë sot? Erion Velia më ka padit mu. Sot? Po, edhe më ka qunë gjukatë dhe unë do jem bashkë me të në i përbalin gjukatë, po bëj thiri nga kjo studio që duhet vinë gjukatë me datë 6 nëntor. Për çfarë të ka paditur? Për shpifje. Për çfarë? Për një emision që kam qenë, do më thënë, ku kam ngrit pyetje ekzistenciale për personin e tij dhe unë e ftoj nga kjo studio që të vinë gjukatë me datë 6 nëntor dhe do dalin edhe gjëra tjera aty, do më thënë, përveç se nuk kam shpif dhe kam thënë të vërtetën, dhe sigurisht që kam fol me bazën ato që kam thënë, po du që të vinë gjykata dhe të përballet edhe për shumë gjëra tjera. Historia ime me Erion Velin ka qenë shumë e gjatë, do më thënë, por tani, me sa duket, edhe nga burgu ai pas ka kohë u marrë me mu. Unë kam kujtu që ka një problem tjetër, do më thënë, e ka me Ramën, e bëra thirrje që të flasë për Ramën. Ai do me folë për mu, kështu që e presën gjykata dhe të vijatje me 6 nëntor.